Shkaku i shirave, dëmtohet ura e Kallarat në Selenic, e pa kalueshme nga banorët. Edhe ky lajm i vjetër, ka qenë 2021. Po prapo në 2023 u rifreskua prap se erdhi fushata, u ngrit ura. Mbaroi fushata, ngeci ura. Ndodhemi në fshatin Kallarat të bashkisë së Himarës. Në redaksinë e emisionit Gjatat kam bërritur në një dëndësi. Unë jam Lefter Kjajonej, banori i fshatit Kallarat, ish kryet plak i fshatit Kallarat. Në vitin 2023, në prag të fushatës elektorale, ne kishim parashtruar për buxhetin e vitit 2023 njësër prioritetesh, si që ishin sistemet ujitse, pasarela e fshatit, tokat që mbojnë gruen lumi dhe usjellsi i lagjes sipërme. Por çuditërisht, në buxhetin e vitit 2023 ishte parashikuar vetëm ndriçimi publik dhe pritat lumore për mbrojtje nga erozioni. Në prag të fushatës elektorale, 2 javë para u ndërtua ky piedestal, nëse do ta quajmë kështu. Kjo ka qenë për të bërë urë? Për të bërë urë. Dhe mbaroi fiks në fund të muajit prill, pra po më është sot 2 vjet. Ka mbaruar ashtu siç Dhe është në këtë gjendje. Pra 2 vjet ky është në këtë gjendje. Si ka mundësi që bashkia në muajin prill, që nuk është emergjencë, sepse shikoni sa ujë ka lumit e projit tash. Pra mund të kalojë edhe më këmbë, bakteria apo edhe njerëzit, pavarësisht. Dhe të groposen rreth 50 milionë lekë se ba më mendja aq ka vajt ky piedestal aty. Pra ju thoni që është bërë investim pa ndonjë projekt. Me para të vdekur, pa projekt, pa buxhet. Pa parashikuar në buxhet. Hapnin buxhetin në 2023. Po për çfarë ka shërbyer kjo? Ai s'e kuptoj, nuk e di. Nuk e di. Ka familje te ky fshat? Aty janë 3 familje, po janë dhe kullotat. Që një pjesë e fshatit kullosin me ata në bagtit. Kështu që këtu ka një problem. Pse do të ndërtohej në muajin prill? Dhe pse do të lesh në këtë gjendje? Unë nisa të mbaroj, po jo 2 vjet. Problemi kur kam ardhur këtu, e kam gjetur kështu, në këtë gjendje. Kemi bërë kërkesë në bashki, na ka thënë që do bëhet, nuk e dim. Presim. Në njësi administrative? Njësi administrative do bëhet thonë. Nuk e dim tani. Po, do bëhet thonë. Bashkia thotë që e kemi projekt. Po. Kjo pa qenë fare në projekt kur bën në 2023. Atëre s'ka qenë projekt tani është. Tani është fut projekt. Po. Çfarë mund të shërbejë sot kjo urë? Me që e këtë plagë njeh shumë zonën. Sot për asgjë, po u bë shërbim për familjet që janë andej, stanet e bagtive. Aktualisht këtu kaloni, Po, këtu te kjo. Edhe banorët që jeton andej. Po, këtu kalojnë. Të gjithë. Këtu jemi te ky investim që është nisur për urë dhe që mendohet të ketë kushtuar 50 milion lek të vjetra. Ndërkohë shohim që ky investim është lënë beton në mes të projit dhe nuk ka kalim as nga ana e hyrjes dhe as nga ana e daljes. Erdhi kjo fushata tjetër e 2025-ës. Vazhduan punimet. Po pra, po kishim hallet tjera, ne kishim pasaportën europiane, nuk do rinim merreshim kështu me ura. Kështu që makinat vazhdonin edhe hesin në ujin e lumit. Kjo është ura ekzistuese që ka qenë para se të nisë investimi për atë urën e re për banorët. Dhe që shikoni, kjo urë është djetruar dhe këtu është bërë një grop e madhe dhe banorët duke mos hequr këtë rrezik për të kaluar mbi urë, do kalojnë të detyruar në përrua edhe gjatë stinës së dimrit. Kështu kalon për ditë këtu? Kështu kalojnë për ditë, vate 2 vjet që ka filluar si urë, s'është mbaruar. Banor shpresa na thonë, po, banori i zonës çoj fëmijët në shkollë, kthehem me dimër, me shi, çfarë do ndodh aty. Ka ndodhur raste, ka lëmë dhe makinën e lëmë andej me ata në rrugë, sepse nuk hidhesh dot në dimër aty. Kjo është e pakalueshme, kjo e vjetë është e pakalueshme sepse siç e shikoni vet. Po kjo ura që është nisur. Ajo është nisur, s'është përfunduar. Do e përfundojmë thonë, po vate 2 vjet, është e njëjta punë. Ka pas raste që kam pas dhe plakën së mure dhe kam marrë me mushk, nga andej kam çuar të shtëpia. Ke kaluar këtu tek këtu te uji, ku do? Te uji. Te uji, se në vend tjetër s'ka. Kjo ura këtu që është e vjetër, ke frikë kalosh? Jo, aty nuk kalohet. Se siç e shikoni vet, ajo është e pakalueshme. Aty shiko, i kanë ikur këmbë asaj, në mes i është çar. S'ka ku. Sa larg është fshati që jeton atje lart? Është gati 2 kilometra nga rruga kryesore deri tek 2 kilometra. Sa banorë jeton atje?
Po banojnë si familje jam unë që a shumë e fjalë, po që ka edhe blektori, pastaj kjo urë është për 3 fshatra këtu, është dhe Kuçi, është dhe Kallarati, është dhe Bolena, jam i Bolenas unë vetë që po flas. Pra lidh 3 fshatra kjo ura. Kjo ura lidh 3 fshatra. Adeli, pushteti vendor, pse e kishte kështu si me bezdi ku shkuam ne të interesoheshim për këtë? Po, moj vajtëm, neve u interesuam të njësia administrative dhe atje na hangrët, ç'pun keni ju me këtë, që duhet juve me këtë. Po, vajtëm edhe të bashkia ne, po të pakten në bashki nuk na kthyen fare përgjigje. Po le të shkojmë te njësia administrative horvanisht dhe të pyesim se çfarë do të bëhet me këtë urën këtu dhe pse është lënë për gjysmë. Është në Imar, Ju kush jeni? punoj si panelit, pritjes si e panelit. informimit qytetarëve, po. Kur vjen administratori, se ne kemi disa pyetje për një shqetësim banorësh. Lidhur me çfarë? Nëse mund të Në lidhje me një investim ure që është nisur në 2023 dhe nuk ka përfunduar. Ta pyesnim pak, sa ka kushtuar, pse nuk ka mbaruar? Keni kaluar nga Imara, ne jemi institucion vartës. Patjetër As që bëjmë jeni varfës. tendera? Po vlla, e di shumë mirë. Po puna Atëherë- është që ju atëherë- përgjigjeni për banorët këtu apo jo? Po, patjetër. Kush nga banorët ka ardhur këtu dhe ka bërë ankesë për këtë urë dhe ne nuk kemi Banor, përgjigje. ja po vi unë sot me një banor aty. E kam nakin. Zotri, nuk është puna ajo është bërë një ankesë. Tani ne e vëzhgume pa në Po rast. vlla, ka sjell ankesë, ka zyrtarisht ankesë, ka bërë ankesë banori. Jo po vi unë tani me banorin më. E kam pashur në rastin e po e bëj ankesën. Tani një sekond. Nuk ka lidhje me ankesën. Ju keni nisur për një urë aty. Kush ne? Njësia, bashkia. Bashkia. Patjetër, Po. po E përfaqësuesi ke i bashkisë. ndjekur, më duket se bashkia ka një radhë gjërash. Este zyra Çfarë? tenderimeve, Çfarë? este zyra Ka pas juridike. projekt për atë urën aty? Po patjetër që ka pas për sa është bërë, se punime pa projekt, ku ke parë që të bën? Po pse është bërë konfushat aty në 2023? Ato mund t'i zgjidhësh me zyrën e Jo, ne prokurimeve. do të pyesim ku do mbaroj ajo. Sa ka kushtuar? Institucioni që e ka nisë, që e ka firmos, ka një drejtore, zyra që e ka marrë përsipër dhe atë procedurë. Ndiq atë. Administratori është Administratori nuk e ndjek rastin? me administrator mund të flasësh me administrator. Unë këtë komunikim dhe bën mirë. Ma lidh pak me administratorin nëse ke mundësi. I mos vëlla, ka një, hajde bëj një ankesë, bëj një kërkesë zyrtarisht dhe do marrësh përgjigjen për këtë. Problemi nuk është fare aty. Është këtu, që atje është lënë një urë për gjysmë. Si do zgjidhet atje? Vëlla, drejtohu te institucioni që e ka këtë. Në rregull, Ne po, nuk jemi administratori institucion është- që bëjmë as tendera, Patjetër. ke një supervizor. E ka kërkuar, ka e ka supervizorin. kërkuar ta përfundojë administratori? Po vëlla, këto janë procedura që duhet Po pra, e procedurën du ne. Po, ne nuk na ka ardhur fare njoftim që do bëhet një urë aty. Fare. Se po fushat, bashkia ka një 2023, inxhinier. 2023. Bashkia ka një Po, inxhinier. Një sekond. Bashkia ka një 2023 inxhinier. Nuk e ndini fare që do bësh ajo ura. Nuk jam në zyrë, mund të hajë qatë kam se po flas me djalin, po flas jo zyrtarisht, kuptoj e këtë Na gjë. dole këtu, Do të vish, jo Po, se po, hajde në zyrë. se ju s'vini as me një sigël, as me një gjë. Hajde. Jo, hajde. Më sill- Sikën. E ke bexhi. Po vend dyshim që nuk jam Po ti po vën Me të cënau? shën punën time. Makina është pas Okej. sigla pa gjë. Po pse makinat prish punë ti? Po më pyet ka informacion për këtë? Informacion për Jo, urën. nuk ka informacion. Zyrtarisht nuk ka. Më jep një, më bëj një kërkesë tani çfarë të duhet. Plotësoj, unë do të jap një formular plotësimit asaj dhe do vazhdosh me procedurën. Çfarë problemi ka? Dhe marrësh përgjigjen zyrtarisht. Administratori kur vjen në njësi? Që Valla është në Himar në mbledhje me kryetarin sot. nuk vjen fare këtu sot? Në që ne ta presim për shembull? Valla është në Himar po të them. Po merr mu. Po më? Po më merr më çoj ku dush. Përshëndetje, si jeni? Mirë, Ersit Karaj, jam gazetar nga emisioni Gjatat me CNA. Në lidhje me një urë e cila është nisur në prill të 2023 dhe ende nuk ka përfunduar. Domethënë është lënë ashtu në beton, domethënë investim në mes të projit. Sa ka kushtuar ky investim dhe pse është lënë përgjysur? nuk e kam iden se sa është kostuar, s'merrem me çështjen e prokurimeve. Okej, po ju je interesuar që banorët e saj zone nuk kanë urë aty dhe ndërkohë që është nisur për fushatë dhe është lënë? Sigurisht jam interesuar se Po? kërkesa jon ka qenë urë. Okej, çfarë kanë thënë? Unë e kam, po do të i testoj. Deri në mes tani kam përshtypjen se është futur prapë në buxhet pjesa e përfundimit të saj. Ka pasur një projekt për këtë urë? Nuk e kam iden se çfarë ka pasur përpara. Unë di që projekti për të plotësuar investimin është ribër dhe duhet të jetë në fazë tenderimi tani pjesa e ngelur e investimit. Domethënë jeni në dijeni se kur mund të mbaroj ajo ura që është nisur që para 2 vjetësh? Për këtë jam i sigurt që përfundon për na muaj qershor. Nuk e kam iden se sa ka qenë projekti dhe sa është investor aty. Di që projekti që është kërkuar nga ana jonë për të përfunduar investimin e ngelur gjysmë është 12 milion lekë të vjetra. Di që në kohën që nuk përfundoi, vazhdova kërkesat sistematikisht para institucionit, domethënë para bashkisë. Dhe çfarë Po, të thonin në përfunduar atë në kohë? atë Çfarë kohë. thonin në atë kohë? Përse ishin Po, ndërprer? nuk e kam iden, punë. Po normal se ke biseduar më thatë. Ke biseduar domethënë çfarë kanë thënë? Po, kam biseduar tani për të përfunduar. Dhe është ndërprer për çfarë arsye? Nuk e di. Në lidhje me investimin e urës në fshatin Kallarat të Bashkisë së Imarës, e cila ka ndërprer punimet që nga prilli 2023-shit, ne kemi dërguar një kërkesë për informacion dhe ka 1 muaj që nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga kjo bashki dhe tashmë kemi
mundësuar një numër kontakti me nën kryetarin Perin Gjikuria, të cilin do ta telefonojmë tani. Ka një muaj që kemi dërguar një kërkesë për informacion nga redaksia e emisionit Xhadat. E keni dërguar me email apo Me email. me poshtë çfarë? E kemi dërguar me email. Dhe nuk ka ardhur asnjë përgjigje deri tani. Atëherë, ne kemi një denoncim në fshatin Kallarat të njësisë administrative Hor Vranisht. Është bërë një investim në 2023-shin për të bërë një urë në atë fshat, e cila është lënë beton në mes të përrojit dhe nuk ka mbaruar. Kemi disa pyetje, ka pasur një plan projekt, a është buxhetuar në programin publik kjo pjesë, kjo investimi i kësaj urës? Po shkruaj çfarë po më thoni. Unë i kam shkruar, por nuk ka ardhur asnjë përgjigje nga kjo kërkesë që kemi dërguar. Se ka kaluar nga unë emaili dhe jam marrur në atë email, tani të mos keq kuptoheni. Të nderuar, do komunikojmë me zyrën përkatëse dhe po besoj se do të kemi një përgjigje. Po, sepse ka kaluar çdo afat ligjor. Ta zgjidhim gjithë situatën, pa merak. Nuk e kuptoj pse ka ndodhur kjo gjë, ju kërkojmë ndjesë, ose ka qenë ngarkesë me punën. Ju vetë personalisht nuk jeni në dini të këtij rasti apo jo, të kësaj ure që është investuar atje te fshati. I nderuar, ju thash që do të kontaktojmë zyrën fjalë dhe do të kemi një përgjigje shteruse javën tjetër. Ne vazhdojmë presim zhvillimet të kësaj ngjarje, po ndërkohë do zhvendosemi në Kolonjë të një ngjarje tjetër. Po, një zonjë ka një truall, e ka me tapi, dhe vjen dikush tjetër dhe ndërton në truallin e saj. Pushteti vendor Ndodhim në fshatin Shalës të Ersekës për një denoncim të ardhur në redaksin ton nga zonja Elisabeta Ile, e cila denoncon ndërtimin e një banese pa leje në pronën e saj. Zonja Elisabeta. Po. Tani kjo zonja quhet Natasha Lula, ka ardhur shumë herë në Shalës dhe është bi prej Shalësi, por tani zonja e ka të shitur. Tokën. Po, e ka të shitur se e ka shitur nën e saja. Kujt ja ka shitur nën e saj? Ja ka shitur nën e saja Petra Qiles. Që është bashorti juaj? Është bashorti. Para sa vitesh? Para 40 vjetëve. E gjithë prona që është që në porta dhe deri në shtëpi është pronë Petro Iles. Atëherë, zonja Elisabeta, ti marrim gjërat me radhë. Kjo shtëpi e vjetër këtu është e juaja. Po. Bashkë me tokën. Bashkë me tokën. Ndërkohë, po. Banesa është pa leje ndërtimi. Është mbrapa nesh, është pa leje ndërtimi, se deri në muri që është ndarë sa atje është 180 metro. Kur zonja ka filluar të bëjë të ndërtim pa leje? Zonja që ka filluar ndërtimin pa leje, më gënjeu, më tha që do bëj një memorje, sa për të bërë të lënë një fotografi që jemi nga fshati. Dhe sa mori një okej, zonja nuk pyeti më bllokoi numrin e telefonit, komunikonte vetëm me ustallarët dhe me kunatin tim. Në momentin që ju keni parë që në tokën tuaj po bëhej një ndërtesë e palishme, ku jeni ankuar? Jam ankuar në kryetari i bashkisë, në Erion Isai. I thash, Bashkia Kolonjës. Po, i thash zonja që më ka ardhur në truallin tim pa leje ndërtimi, më ka ardhur në emrin tënd, i thash. Dhe më tha që të fala nga kryetari dhe do bëj një palë shtëpi. Unë karta nuk kam, sa të bredh gjyqeve, tha, dhe sheriateve, tha, unë tha, do beremi vesh në këtë mënyrë. Unë nuk shes trualli, thash, po t'ja për respekti, thash, si që thuaj, thash, unë që të bëj një përmemorje, për një fotografi. Ajo nuk pyeti më, i thash 100 terë, ke dal nga Llafi, ke dal nga Besa, është vatani im, sa ma ka lën babaj, dhe unë i thash, atë vatani që thua ti, thash, unë pretendon se ta ka lën babaj, është gardiropi, thash, se ta ka shitur nëna, në 86-ën. Ju jeni drejtuar Bashkisë së Kolonjës. Po, Bashkisë së Kolonjës. Çfarë masash ka marrë bashkia? Asnjë lloj gjëje. Kanë ardhur ndonjëherë këtu ta shohin? Kanë ardhur sepse burri im vendosi një tel atje, një
tel alumini, që të mos na vini kafshët e botës, ai se dërgovi një ushtri për të hequr telin. Jo për të hequr shpinë, mua më bënin deklaratat që të veja në polici që gjoja unë kisha bërë namin me atë telin, dhe zonja që kishte bërë shtëpin pa ndërtimi në trollin tim, në trollin e Petroiles që e ka bler me gjak, dale mos se qa po bëjnë. Ardhur punojësit e IMT-s ta verifikojnë? S'ke certifikat, më thoshnin. Po kur e morët certifikatën? Po kur e morët certifikatën, e shpura dhe certifikatën, nuk është e jotja se është larg shtëpis, thoshin. Hajde mate, më iq mua atë i thash unë në konfliktin, dhe prandaj, unë e ka matur vetë ashtu si çdia, dhe i bie 135 metro matan murit. A ka sjellur Bashkia e Kolonjës ndonjë topograf të bërë matjet? Jo. Ndonjë punojës nga IMT-ja ka sjellur? Tek certifikata pronësisë që ju keni marrë së fundmi, është e përfshirë toka nga porta dhe deri këtu, deri tek muri atje, dhe kjo është ndërtesa e palishme që ka bërë zonja në truallin tuaj, që keni me certifikat pronësie. Por në qoftë se nuk është shtëpia, në imi nuk merret certifikata. S'ka burnën e të mja mua certifikat. Dhe ju pikrish për këtë problem, keni shkuar në Bashkinë e Kolonjës dhe keni kërkuar që të vijë IMT-ja dhe të bëjmë matje dhe ato nuk kanë ardhur. Apo jo? Kam 3 vjet që po i kërkoj. More se është ndërtim pa leje, se është zaptim toke, se qa njeri kokën për këtë punë fare? Ore mirë që nuk e ka qarë kokën për shteti vendor, po si më na gënjeu sy më sy edhe ne që shkuam pozitive dhe donim të thonim edhe 2 llafet mira për rrugën e re që është ndërtuar. Kush të lemë? Shtritën për tjera. Ju jeni në dinit e rastit që mos zgjat. Po çfarë më na thoni për rastin? Dëgjova zonjën, tani do i dëgjoj ju. Dua që të nxjerr pak dokumentat zonja, se çfarë pretendon dhe çfarë përgjigjet. Zonja pretendon që tek prona saj është bërë një ndërtesë e palishme. Ju keni shkuar për ta parë? Po. Kur keni shkuar? Vjet ka qenë. Po, kjo është. Atëherë. Kjo është një certifikat pronësie që është Petra Sotir Ile, pronari. Bashorti i zonjës, po. Dhe këtu kemi një sipërfaqja totale e pasurisë është 250 m2. Trualli është 250 m2. Dhe ndërtesa është 65 m2. Bashkëlidhur ka kartelën që ka të dhënat e pasurisë dhe hartën treguese. Në bazë të kësaj harte, zonja ka 250 metra truall. 250 metra truall. Dhe objekti që zonja e pretendon nuk është tek kjo 135 fraksion 1-shi, por është tek 135 fraksion 2-shi. Po kjo 24 metrë katrore? Jo, 2 sekonda. Po 24 metrë katrore? Jo. I nderuar. Ku është 24 metrë katrorja? Se po s'qesh Ja ku i ke, të lutem. Nëse do bëni interpretim të hartës kadastrale, patjetër ke kamera, na e bëni të gjitha elementet e saj. Po. Jo, unë thjesht dua që ato që të xhirojnë këtu të transmetojnë të gjitha. Dhe 94 shpjere. 94 është numri i pasurisë, nuk është shtëpia e re. I nderuar, ku është shtëpia e zonjës këtu në hartë? Shtëpia e zonjës është kjo këtu. Jo, shpatosi. Ju keni dërguar topograf të bashkisë për të bërë matit atje? Si quhet zotëria? Muharrem Tartari. Mund ta nxjerrë për një intervistë? Po nuk është sot, është me lej. Zonja ka ardhur pa ne nga fshati që është një orë sa. Ka marrë përgjigje? Të lutem na e tregoni se ju mbani fotokopje. Zonja ka marrë përgjigje. Ma tregoni. Përshëndetje. Unë jam protokolliste. Po? Është protokolluar kërkesa e zonjës? Ma tregoni pak? Do me thënë zonja pas ka bërë një kërkesë. Zonja e ka bërë këtë kërkesë me cilën datë? 28/4/2025. Dhe zonja duhet merrte përgjigje brenda 10 ditëve. Po. Sot është data 21 maj. Kjo kërkesë tek cila drejtori ka shkuar? Ka shkuar në IMT-ja, në urbanistika dhe policia bashkiake. Po, ndonjëri prej këtyre 3 institucioneve ka kthyer përgjigje zyrtare? Akoma. Keni kontaktuar tani me këto? Po, kemi kontaktuar. Çfarë thon? Edhe do bëjmë procedura. Kjo është kërkesa për informacion që ka bërë zonja Elisabeta me të gjitha pyetjet e saj dhe siç na e konfirmoi edhe zonja që punon tek protokolli, përgjigje nuk ka marrë, sepse nëse do kishte marrë përgjigje, atëherë përgjigja do të vinte këtu, apo jo nderuar. Po. Dhe përgjigja këtu nuk ka ardhur. Tani do Po pra, nuk ka ardhur. Po nën kryetari i Bashkisë së Kolonjës na tha të kundërtën që zonja Elisabeta ka marrë përgjigje. Faktet tregojnë që s'ka marrë përgjigje.
Zoti Petro, përgjigje nuk ka ardhur, ne e vërtetuan ke protokolli. Ju ngulni që përgjigje ka ardhur. Kjo është kërkesa për informacion që ka bërë dhe përgjigje nuk ka ardhur. Pse na tjetër, presion punojësve nuk mund të bëhet. Dhe kujt i bëra presion? Protokollit. Po, kujt i bëra presion? Në forcë nuk hyet. Në zyrën e protokollit nuk lejohet. Pse gënjyhet që zonja ka marrë përgjigje, se ne nxorrëm. Cilën gënjyhet? Në cilën ka marrë përgjigje? Cilën gënjyhet? Që ka marrë përgjigje. E ka marrë përgjigje. Ku është përgjigje? Dhe do të nxjerrë tani. Ku është? Zonja tha jo, nuk ka ardhur. Nuk ka ardhur. Protokolli thashë nuk ka ardhur. Ju gënjyhet. Ke gabim. Argumento. Po të nxjerr përgjigjen. Po pret përgjigjen. Jo, po të nxjerr përgjigjen. Nga kush po vjen përgjigja? Kush po e përpilon përgjigjen? Askush. Po jo, përgjigje që ka dalë. Më përpara. Po pra nga kush nuk keni fare ndjeni të çështjes. Unë e shoh, keni një retorik dhe po polarizoni retorikën tuaj nderuar. Nga zotëria që ka bërë përgjigjen, nga drejtori i zyrës së urbanistikës që ka bërë përgjigjen, do vi të ta nxjerrë nga protokolli ose nga urbanistika. Eja shkojmë dhe pyesim. S'kemi pse të ikim. Ju gënjyhet, zonja s'ka marrë. Dakor, unë gënjej. Që se përmende këtë rrugën e re, a është afruar në një qikë si distancë në kohë? Do më thënë e ka shkurtuar kjo rrugë e re që është bërë? Nuk e di, po Erioni Saj, kryetari Bashkisë të Kolonjës, për 3 ore bën Tiranë-Ersek. Po me Erioni qa ka me ne, pse është acaruar? Ne i quam Klismanit, a i isha acaruar, i kishte quar policin, kotu acaruar me ne. Alo, zoti Saj, përshëndetja. Të lutem Klisman, se kjo nuk është mënyrë fare si punohet në institucion. Të lutem, nuk mund të hyni aty sikur është kështu. Kjo nuk është fare korrekte. Edhe ju të mos jeni brenda orarit zyrtar të punës në institucionin ku drejtoni nuk është fare korrekte, i nderuar. Nuk mund të hysh në institucion ashtu. Si hyra, ju nuk jeni fare këtu, i nderuar. Ju nuk jeni fare këtu për ta kuptuar si kam hyrë. Ndodheni në zyrë, ju lutem. Nuk jam fare aty dhe nuk jap ty llogaria më pas. Patjetër, jo, nuk më jepni mua, jepni publikut, i nderuar. Dua të di, a ka mundësi që këto gjëra që po më thonin zoti Saj? Po të lutem, a mund na i thoni në intervistë këto gjëra sepse ne kemi një denoncim mjaft të rënd nga zonja Elisabeta Ile për kundrejt institucionit tuaj dhe ka bërë disa kërkesa zonja disa herë dhe nuk ka marrë një përgjigje zyrtare. Të lutem, ju jeni media, zonja Elisabeta ka drejtën ta marrë informacionin si Po nuk e ka marrë. Nëse zonja Elisabeta ka marrë një përgjigje zyrtare nga institucioni juaj, zoti Petro që është nënkryetari mund të ma tregojë në këto momente dhe unë jam i sqaruar. Po ky është problemi që zonja nuk ka marrë një përgjigje zyrtare. Kush je ti që ta tregoj ty? Kush je ti? Urdhro? Kush je ti që ta tregoj ty? Unë jam gazetari që po ndjek çështjen e zonjës dhe jam sipas të drejtës së informimit, e drejta e informimit më jep të drejtën që të kërkoj informacion në institucione shtetërore që paguajnë me taksat e shqiptarëve brenda çdo norme qytetare dhe gazetareske. Po shkel ligjin zotëri Plus. Cilin ligj po shkel? Nuk filmon dot në institucion pa leje. Cilin ligj po shkel zoti Saj? Të lutem dil nga institucioni zotëri, bëj shkret zyrtar. Jo, nuk dal nga institucioni, faleminderit. I nderuar nuk dal nga institucioni. Ose do lajmërojnë komisariatin. Patjetër, mund ta lajmëroni komisariatin, por presim dhe juve dhe komisariatin. Ma mbylli. Roja Po pra nuk lejohet, në zyrën e protokollit nuk lejohet. I nderuar, ja ku është forca. Në zyrën e protokollit. Dëgjoj, ne kemi dhe mikrokamera, nuk është problem. Ja ku është forca. Ja ku është forca. Jo, ja ku është forca. Kjo është dhuna. I nderuar jeni live. Kjo është që po nxilli kamermani me zor, ne kemi drejtë informim. Patjetër dhe ne për protokoll. Ka mundësi ju ftoj të shqetësoni sipas cilit ligj. Për të drejtën informim. Nëse u vit që të marr informacion. Kam bërë një kërkesë, po nuk ka ardhur. I nderuar, pse gënjyhet? Pse gënjyhet që ka marrë përgjigje zonja? Pas shumë përpjekjesh, pas shumë mundimesh, më në fund, po më në fund fare, erdhi dhe përgjigja. Përgjigja ishte orale, që nuk ishte trualli as i njërit, as i tjetrit, po ishte rrugë. Edhe ku? Në Shalës të Kolonjës, aty ku edhe Shqiponja zbret dhe i gjen rrugën me GPS. Taçi, mbas kësaj përgjigjes orale, na solli edhe një përgjigje me shkrim. Ja. Zonja Elisabeta, përshëndetje. Përshëndetje. Dëgjojmë sërish pas pothuajse 2 javësh. Ta nga hera fundit që ne kemi qenë tek ju dhe që u drejtuam së bashku Bashkisë së Kolonjës. Çfarë ka ndodhur me situatën tuaj, sepse neve i kemi dërguar një kërkesë për informacion. Dhe unë ju falenderoj nga zemra që juve bërët të ndërhyrje se mua nuk më jepe ajo e drejta dhe kisha vajtur dhe kryetarit të bashkisë në zyrët, jo një herë, po 2 herë. Çfarë ka ndodhur nga hera fundit që kemi ardhur neve? Dhe ata erdhën dhe matën atë shtëpinë Erdhën topografët apo IMT-ja? Ishte inxhinier i bashkisë, edhe një inxhinier tjetër që është kështu i qytetit, ai që bën këto trotuaret, më se thash, dhe më konstatuan sepse ajo sot nuk është e jotja, thot, as e asaj, thot, sepse kjo sot është rrugë, thot. Atëherë ju po thoni që kanë ardhur inxhinier nga bashkia, apo jo? Dhe pasi kanë bërë matit kanë thënë që
ajo toka mbi të cilën është bërë vila nuk është as e juaja, as e zonjës që ka bërë vilën. Po, dhe tani unë i thash. Më falë, dhe është rrugë më thatë që është rrugë, si pas tyre. Është rrugë. Nëse inxhinierët e bashkisë kanë thënë këtë gjë, a e konstatuan ato që ky ndërtimi bie të jetë pa leje nëse është bërë mbi rrugë? Po, thamë, po, në qovë se ti, tha, i jetë një firëm, kjo e merë këtë, më tha, mua. Në qovë se ajo, unë i japë një firëm, ajo më merë dhe shtëpinë time, se duhet të mate 300 metrë që të jepe certifikata. Këto deklarata ju a dhanë me shkrim, apo në një bisedë siç po bën në dy? Jo, nuk ma dhanë me shkrim, i thash, ma japësh me shkrim, çdo gjë, i thash. Zonjë Elisabeta, juve ju ka ardhur ndonjë shkresë zyrtare nga bashkia, nga hera fund që kemi qenë? Jo. Ne i dërguam një kërkesë zyrtare Bashkisë së Kolonjës në lidhje me rastin e zonjës Elisabeta Ile me datë 23/5/2025. Pyetjet që ne i dërguam këtij institucioni janë si më poshtë. Cila është praktika ligjore e mbajtur nga Bashkia Kolonjë për problemin e zonjës Ile? Pyetëm gjithashtu nëse topografët e tyre kanë bërë verifikimin e terren dhe kërkuam dokumentin i firmosur nga topografi i bashkisë me matjet e kryera prej tij. Gjithashtu e pyetëm nëse kanë bashkëpunuar me institucione të tjera për ndërtimin pa leje që zonja Ile pretendon se është bërë në pronën e saj. Nëse IMT ka inspektuar pretendimin e zonjës dhe cili është konkluzioni, a kemi të bëjmë me një ndërtim pa leje? Gjithashtu pyetëm nëse vila e re e bërë ngjitur me shtëpinë e zonjës Ile është me leje apo jo. Nëse po, kush është pronar dhe nëse e ka me certifikat pronësie. Asnjëra nga këto pyetje nuk ka marrë përgjigje, as kur i bëri zonja Elisabeta Ile, as kur i bëm ne në mënyrë zyrtare bazuar në ligjin mbi të drejtën e informimit. Tani të kthehemi në qendër të qytetit. Downtown. E ke fjalën për kullën? Jo me downtown i thonë qendrës kështu në Amerikançe. Se ko që me këtë që do themi, se do flasim tani për kullën e Qet Kastratit, që ka përfunduar kështu si karabina, nuk kanë përfunduar punimet, ndërkohë vazhdon edhe shfrytëzohet nga bizneset. Jemi në një ndër rrugët kryesore të Tiranës dhe siç shikoni, pas meje ndodhet ky pallati i madh gjigant, i cili është në ndërtim e sipër, por sipas informacioneve që kanë mbërritur në emisionin Gjatat, këtu ushtrohet aktivitet biznesi brenda. Po le të shkojmë ta vërtetojmë nëse kjo është e vërtet apo jo. Sigurisht? Jo, sigurisht 16 është 17. Me që zbrita ka këtu pa këtë të të që? I ka opcionet kjo. I ka opcionet? Jo, zbrit poshtë edhe shtyp 16 është 17, se kanë të dedikuar vetëm për ne. Këpëja është më poshtë? Katin e 9, 10, 11, 12... Së më shënësore dhe vila... Nësë është poshtë në 0, asë një të shlatë. Perfekt. Për sigurisht se makine të ndërson. Të të bëjë thjeshtë? Po. Ato do të bëni poshtë, është në shqitjeve poshtë, të dalësh nga ndërtesa në të majtë, vetëm aty është. E kemë thënë për këtu, bëndaj i ferdo. Po, u kam pas bërë këtu lartë, për nga që tani kemi zbritur shqitjen poshtë, dhe që mos mundohen njerëzit deri lartë. Nuk i vendohë të shërbime këtu? Jo, nuk e merë këtu, e merë poshtë, në katë të parë. Mos është drejtori këtu, si bje? Këtu është drejtoria, përse dyqani shqitjes që për të pëlloj kësho është jashtë. Që të regon në roja, dhe me thonë të drejtoria OTP-s, nga katit 8 deri katit 12. Car B. Marqet, parja hedh ujin për pjetë. Tashi, ligji nuk e lejon që pa mbaruar punimet në objekt nuk mund të banoj njerëz në të. Por, ne kemi shkuar, e kemi parë vetë me sy tona që ambiente aty është kanë tjerë. Pra si që ndoqet edhe vetë, këtu janë funksionale disa zyra biznesesh. Tani do të shikojmë se në çfarë gjendje ndodhet ky kompleksi gjigant.
mos po i bie me qaf kot qetit në, ndërkohë që Treqereku i pallatit është akoma si kanë tjerë ndërtimi me punimet pambaruara, njerëzit kanë hyrë dhe banojnë ato. Po pikërisht pra për këtë fakt se mos i kemi rënë në qafë kot, edhe ne shkuam edhe pyetëm një specialist, zotin Arben Meçaj. Dëgjoje. Sa kohë që në këto objekt kryen punime, në mënyrë absolute nuk lejohet largimi i rrethimit, sepse çdo shesh ndërtimi me kushte sigurisë teknike duhet të rrethuar për të mos lejuar futjen e fëmijëve, për të mos lejuar të kalimtarëve, etj. Dhe në mënyrë absolute nuk lejohen as futja e qytetarëve për të shfrytzuar objektin. Në kushtet kur objekti është në fazë ndërtimore, çka do të thotë në të kryen procese punime, është në kushtet e riskut të sigurisë. Kapërcimi i kësaj etape do të thotë që ky person i cili ndërton, si përmarrës apo investor çfarëdo që të jetë, ose kompani ndërtimore, në të gjitha rastet janë në cënim të ligjit, janë shkelje të ligjit, dhe janë objekt absolutisht i kontrollit të bashkisë. Bashkia ka në vetvete instrumentat që janë qoftë kjo policia ndërtimore vendore, ka dhe instrumentat të tjera që kanë të bëjnë, plus edhe shtetin vetvete ka instrumentat të sigurisë, të cilët kontrollojnë respektimin e rregullave të sigurimit teknik në punë. Përdemonstrojnë që bashkia ka të gjithë kompetencat për të bërë kontrollimin dhe për të mos lejuar në mënyrë absolute futjen dhe depërtimin njerëzve të pa autorizuar, thuhet, jo banorëve dhe shfrytëzuesve, po njerëzve të pa autorizuar. Në qoftë se ndodhin në kushtet e një objekti i cili është në proces ndërtimi, çfarë do lloj procesi ndërtimi të jetë atje? Po është proces ndërtimi dhe element veçantë janë vërë në shfrytëzim, në këtë rast jemi në shkelje të ligjit. Ka rrezik të madh nëse shkelen gjithë ato rregulla që ju përmendën? Ligji i rregullave të sigurimit teknik parashikon prezencën absolute të rrezikut. Do të thënë çdo dispozit e ligjit në vetvete nënkupton mas parandaluese për riskun. Cënimi i dispozitit do thotë që ke shkel jo rregullin, po ke shtu riskun që do thotë ka pasojë. Se ligji për atë punë bëhet. Çdo dispozit e ligjit është ndërtuar në kushtet e ekzistencës së një risku i cili ose ka ndodhur përpara dhe është bërë dispozita, ose ligjvënësi ka paramenduar që në momentin e parë që duhet vendosur kjo dispozit për të parandaluar një pasojë që natyrisht ka të bëjë me risk njerëzor, ka të bëjë me risk materiale të tjera. Çështja këtu nuk është ka risk, nuk ka risk. Çështja është ka ligj. Dhe ky ligj në mënyrë absolute dhe ligji që gjithmonë kam parasysh ligjet që kanë bëjnë me sigurinë teknike në punë, janë absolutisht detyruara për të zbatuar. Dhe shteti ka detyrimin ligjor të kërkojë zbatimin e tyre dhe penalizimin e kujdoi i cili e cënon dispozitën. O qeta, o të keqen motra pyete njërë këtë Arben Meçaj, këtë Benon, se ndërkohë po vazhdojnë shitjet. Po, edhe menaxheri 4100 deri 4600 e nxjerr metrin katror, pa mbaruar akoma punimet, Tani do të shikojmë pak në faqen zyrtare të këtij projekti gjigant Downtown One. Është një ndërtim 40 kate mbi tokë dhe 5 kate parkim nën tokë. Investitori është Kastrati Group. Këtu jemi te kontaktet e këtij projekti dhe shohim që kemi edhe një numër telefoni. Le ta marrim në telefon dhe ta pyesim se sa kushton 1 metër katror në këtë ndërtesë. Po, Edmondi, menaxher i shitjeve? Jam interesuar për një apartament dhe biznes. Domethënë për para shumë për të çmimet. Më vogla që un kam aktualisht është 138 metra katror. Fillon nga 4100, përfundon në 4600 varësi dhe të katit. Hapësirës, po. Po ka dhe për biznes, ka ambiente në katët 0 nga kati 1 në katin 4 ambiente tregtare edhe zyra pastaj, zyra biznesi. Godina është funksionale. Godina është do të jetë funksionale. Duke përfunduar pjesën e brendshme të tavane, ndriçime, pllaka parkete nëpër apartamente, nëpër zyra ka është një tjetër tipologji, por kryesisht jashtë duke u marrë me pjesën e tavaneve, ndriçimi, kondicionimi janë gjërat përfundimtare dhe deri besojmë nga kushti maksimumisht ator, godina do të jetë përfunduar e gjitha. Kam pas disa punë tek banka dhe kam pa që ishin disa zyra hapur prandaj. Po, janë disa zyra hapur, ka kate funksionale aktualisht.
por e gjitha si godin, pra nëse ne kemi filluar, le të themi, o godina operohet pjesërisht aktualisht, jo e gjitha. Kështu që për të bërë e gjitha duhet edhe pak kohë, pastaj varet edhe nga interesi i plerësit apo i investitorit, se sa është interesuar të eci me punimet individuale brenda. Ne përfundojmë deri në një fazë, pastaj e dorëzojmë. Ta lëmë njanë ironin, sepse është shkelje flagrante e ligjit. Pallati duhet marrë në dorëzim dhe pastaj të pajiset me leje e shfrytëzimi që më vonë të hyjnë banorët ose të vazhdoj aktiviteti i bizneseve. Edhe pikërisht për këtë që thon specialisti Arben Meçaj, ne shkuam dhe pyetëm në bashki. Për IMT-n është marrë në dorëzim, kështu që çdo gjë është në rregull. Në lidhje me objektin Downtown One, i cili po shfrytëzohet nga disa biznese të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre, do të shkojmë në IMT për t'i vënë ndjeni për rastin dhe për ta pyetur se çfarë do të bëhet konkretisht. Si jeni? Si jeni, si kalohet? Konsultuar për momentin, nuk ju pret dot. Më tha të bëni një kërkesë me shkrim edhe do ju kthejmë përgjigje. Në kërkesën e bëjmë edhe përgjigjen mund të kthehet në afatigjor, por çfarë do bëhet konkretisht me rastin, te do dim. Në kërkesë dhe në përgjigje do ta keni. Nuk është fare ndjenin tuaj ky rast? Ndjenin time nuk është sepse unë jam thjesht asistente, por më thanë që bëj kërkesën me shkrim, të marrësh përgjigje dhe pastaj të shohim çfarë zgjidhje do jepet. Inspektorët, në terren do dalin fare ta bëjnë këtë rast, më fal. Patjetër që do dalin, në bazë të kërkesës tuaj. Edhe një herë, subjekti, pallati, Downtown One. Po, Downtowni, çfarë ka? Çfarë ka? Po bën, po vdesin njerëzit aty, domethënë aty ndërtohet, ndërkohë ushtrojnë biznese. Në aktivitet disa biznese. Kanë disa biznese. Po është një objekt në ndërtim me sipër, nuk ka marrë procesi. Po, nuk ka marrë akti kolidimit, nuk ka marrë fare domethënë si objekt. Ndërkohë aty disa po të shkosh hysh brenda, ushtrojnë biznese, disa disa zyra, ndërkohë zyrat e tjera janë duke hedhur llaçe beton. Ai ka marrë certifikat përdorimi. Përdorimi? Po akti kolidimi gjitha ku keni? Do t'i vendosin dispozicion kur ti mbaroj, po. Jo, po do të verifikohet një atje, pastaj ka marrë certifikat përdorimi. Si? E ka marrë certifikatën e përdorimit. Për çfarë? Për të ndërtuar objektin. Jo për të ndërtuar objektin. Marrë shësim e banorët edhe unë me këta këtu jam prokurori. Për ta përdorur objektin. Për ta përdorur objektin. Po si mund të përdorë një objekt përderisa ai s'ka mbaruar punimin? Ka mbaruar. Si ka mbaruar? Ka mbaruar. Verifikojeni pak, ne na rezulton ndryshe. Patjetër ato do ta verifikojmë në bazë të kërkesës tuaj. Ne na rezulton ndryshe. Këtu është një certifikat përdorimi. Argjoje paren, mos kurse nuk vlen një kursimtar. Vazhdoje teksti në qeqoti mbyll emision tani. Ky ishte emisioni dhe për mbrëmjen e sotme. Ne do takohemi sërish të hënën në 20:00. Deri atëherë, fundjavë të këndshme!